duke mbështetur idenë tënde në këtë shkrim që ta citova, thuaj ushtarët turq në Seman. Forcat kryesore të ushtrisë turke që kishin mundur të shpëtonin kryesisht aziatik nga luftrat ballkanike ishin përqendruar në grykën e Semanit dhe po përpiqeshin të shpëtonin dhe kishin hallin e vet. Për gjithë cilën, fund fare kërkonin të shkonin në Anadol dhe si kishin pavarësisht se ishin fare pranë. Kjo ishte edhe pamundësia e Turqisë. Në fund fare është betejë e gjitha kohërave, betejë për ekzistencë. Po. Okej? Domethënë, kur vjen ke për të ekzistuar, atëherë ti s'e ke më mund as ke sultani, as ke shteti, as ke, domethënë, do mendon të ekzistosh. Po, ajo që thuhet, çdo ushtarit aziatik në Seman, kjo është jashtë çdo logjike. Kështu që gjithsesi, kishte ndikim kufizuar qeveria shqiptare, nuk arriti. Ismail Qemali do thosha si ekzekutiv nuk kishte aq i mirë sa çishte diplomat. Si diplomat. Dy gjëra ndryshme. Edhe në Berat nuk arriti të kishte gjysmë për gjysmë. Janë dy koncepte ndryshme, qenia diplomat dhe qenia ekzekutiv. Kështu që por patjetër që ajo qeveri duhet vlerësuar për atë që bëri, për atë kongres, për kongresin e shpalljes së pavarësisë që u mblodh në Vlorë, që u përpoq që të kishte një farë kështu, e kuptonte ndarjen mes, për shembull, Dom Nikol Kaçori, i cili ishte katolik, u bë zëvendëskretar. Po. Që atëherë filloi kjo që duhet imi po. Patjetër që bashkimi ndërfetar shqiptar. Që tregonte në fund fare që shqiptarët përpara përkatësisë konfesionale ose religjioze, ata vendosnin kombin e tyre që gjëja më e mirë që shqiptarët mund të kenë. Tani, duke mbështetur idenë që diskutuam, disa thonë se pavarësia është e pavarësi pa territor. Bjem dakord me këtë? E ke fjalën kuptimin e kësaj që nuk një shtet që ushtron sovranitet, pa sovranitet do të thosha. Ushtroi ky sovranitet, po shkojmë te teoritë e Brezhnevit, teoria e sovranitetit kufizuar, okay? Ushtroi ky lloj që është e viteve 60 në përdorën sovjetët ndaj Çekisë, gjithë këtyre vendeve të Evropës Lindore. Ushtroi një sovranitet, por nuk kishte sovranitet në të gjithë territorin. Okay? Në kuptimin e fillit fjalës, nuk mund të thuhet që ky sovranitet, një nga karakteristikat kryesore të shtetit është ruajtja e kufive. Janë 4, një nga ato është edhe problemi që del në Amerikë, sporuat kufiri. Tani, nuk është se ky territor në atë kohë di saktësisht se ku shkonte. Nuk domethënë në qoftë se bëhet ndarja sipas konceptit që territori shqiptar është atje ku flitet shqip, ky territor do shkonte shumë larg. Leskovci, ku luti kombëtare shqiptare. Okej, është territor shqiptar i pastër, ku Shumlia, mos flasim për Medvegjen, Luginën që janë aty. E gjithë Kosova. Territoret shqiptare që fatkeqësisht i mori Mali i Zi. Mali i Zi ka luajtur një rol jashtëzakonisht negativ. Mali i Zi ka vrarë një nga, të paktën mund të themi 2 nga njerëzit më të trima shqiptar. Një është Isa Boletini, e tjetri është Çerçis Topulli. Çerçis Topulli u vran fushën e Shtojë në Shkodër. Çerçis Topulli është simboli i Adem Jasharit. Adem Jashari e kishte figurë primare të jetës së tij. Çerçis Topulli. Këtë nuk e di. Jashtëzakonisht. Atë filmi Liria vdekje thonë që shikonte pa ndërprerje. Çerçis Topulli ishte heroi i dashur i Adem Jasharit. A ka mite historike rreth pavarësisë që sot duhen rishikuar me një këndvështrim tjetër? Ne bëm disa këndvështrime këtu. Po patjetër që ka gjëra historike dhe sa më shumë kohë që kalon, aq më shumë gjëra patjetër që mund dalin, që mund thuhen, që për shembull ndodhi kjo ose ndodhi diçka tjetër, gjithmonë koha të jep aftësinë për ta rishikuar atë që ka qenë më përpara, që historia jonë duhet të shpëtojë ideologjizimit, ideologjizimit komunist. Dhe shiko ku qëndron ironia e kësaj fakti. Këta njerëz që përpiqen që ngrinin lart figurën e pavarësisë, këta ekzekutuan të gjithë njerëzit që vun firmën kjo pavarësi. Deri djalin e Ismail Qemalit. Familja e Ismail Qemalit është një shembull. Po kush nga ata njerëz që kanë nënshkruar këtë dokument nuk
Nuk kaloj në këtë lloj, në atë lloj kalvari. Më thënë, hipokrizia e komunizmit arrin në këto lloj nivelesh që përmendnin pavarësinë, plakun e urtë Ismail Qemali, ndërkohë që familjeve të këtyre njerëzve dhe vetë nënshkruesve ose njerëzve të tjerë që ishin pranë që bën këtë gjë, i terrorizojnë me të gjitha format. Ndalim edhe një çështje tjetër, ndoshta deshim ta përmendim, por na kaloi. Roli i familjeve të mëdha, që jo vetëm i figurave, po këto figura nuk dolën kot, se dolën nga njerëz të cilët kishin investuar për çështje patriotike dhe shumica e tyre i përkisnin atyre familjeve të mëdha shqiptare që luftuan për independencën, për konceptin që kishin për pavarësinë. Edhe si njihen familjet edhe ndikimet e mëvonshme reakcionare në këtë aspekt, njihen edhe familjet të cilët ishin pjesë e kësaj lufte patriotike. Te këto familjet e mëdha shqiptare, në një dokument thotë janë 800 familje të tilla të cilat e bën këtë që të ndodhte. Janë familje të cilat kanë një kontribut të zakonshëm. Përmendur Frashëllin për shembull. Nuk mund të kishte pavarësisht Shqipërisë pa Frashëllin, çka pa mundur. Të tre ata kanë luajtur një rol fondamental, njëri me shkrime, tjetri me filozofi dhe tjetri me aksion. Okej? Abdyl Frashi është apostulli i Shqipërisë etnike. Kështu i quhen Abbas Ermeni. Nuk ka figurë tjetër më të madhe që në vitin 1878, duke pasur pozita të fuqishme në shtetin turk, rrezikoi jetën e tij, familjes së tij, u fut në burg për këtë, dhe për të mbrojtur idenë e kombit vet, nga Frashi, nga Dangëllia, në përmet. Figura çdo rreth kishte Biçakçin në Elbasan për shkak. Familja Ahmet Biçakçiu, i cili e shpalli pavarësinë në Elbasan. Toptanasin në Tiranë. Toptanasit kanë vlera të zakonshme, duhet njohur. Se tani do ta veçojmë Isat Pashën për ato dritjet e vet. Po them si familje përgjithsisht. Familja Vlora në Vlorë, e cila është familje nga e cila vjen Ismail Bej Vlora ose Ismail Qemali, okay? Mbiemri origjinal është Vlora, okay? Vrionasit mund të themi. Mëfit Libohova, kudo familjen Çamëri, familjen Skrapar, familjen në përbënde tjera. Domethënë familjen Shkodër, familjen Malci, familjen Kosovë, shqipjakisht familjen Korç. Po ti përmendim gjithë do shkojnë të cilat me një mënyrë ose në tjetër e mbajtën gjallë të shpirt. Të shpirtin e ekzistencës kombit shqiptar, dhe janë këto familje ose bashkë me pjesën tjetër të kombit, pjesën e shëndosh të kombit, të cilën formuan atë bërthamën rreth cilës kombi u bashkua. Familje tjetër, familja Qiriazi. Është jashtëzakonshme. Familja Qiriazi për Shqipërinë është në rolin e edukimit, ka të njëjtën vlefshmëri siç ka familja Frashi në rolin e shtetformimit. Atë që ka bërë familja Qiriazi. Mos harrojmë se vllai ishte në Kongres të Manastirit, mund ta Gjergj Qiriazi. Gjerasimi është një apoll, ka shkruar një libër të jashtëzakonshëm. Këta gjithashtu duhet thënë, nuk duhet lënë mënjan, ishte edhe besimi i tyre të krishterë. Kishin lidhje me familjen Kennedy në Korç, që nuk ishte as katolik as ortodoks, duhet të them. Ishin protestant ose të krishterë, praktikisht, okay? Ata që ne i quajmë evangelist këtu në Amerikë. Përfituan nga një rast që Perandoria Osmane nuk i fuste këto në të konceptin e miletit. Po, ishte shoqëria, po çka më thënë ishte shoqëria biblike në Londër, e cila pastaj u lejua, ka pasur një njeri i cili quhet Thompson, i cili bëri shpërndarjen, tregon ata që kanë ardhur në Shqipëri, këta misionarët Kennedy që ishin në Korç. Korça ka një rëndësi shumë të madhe për në Shqipërisë. Siç ka edhe Shkodra, siç ka edhe Vlora, siç ka edhe Tirana. Dhe ky duhet të ishte koncepti i atij vendi, që gjitha qytetet në veçanti janë një buqet e cila formon të tërën. Dhe mos bëj kështu në këtë lloj mënyre që një qytet u çimentizua komplet dhe gjithë popullsia shkojnë që të jetojnë atë qytet. Kërkoj që pjesa tjetër lidhet bosh. Ku flasim për familje të mëdha, ju jeni nga Skrapari, jeni pinjoll dhe një familje të mirënjohur, Zaloshnja nga Skrapari, e dalluar edhe për veprimtarinë e saj patriotike.
çfarë do të shtonit, jo për të mburur, por për të treguar realisht fatin se si ndihmuan familjet e mirënjohura patriote shqiptare në pavarësinë tonë kombëtare. Faleminderit për përmendjen, Rafael. Po, familja ime ka dhënë kontributin e saj, është përpjekur që bëj atë që duhet për Adeon, për kombin, domos vllai gjyshit tim, Servet Zaloshnja, i cili ndërkohë hapi shkollën e parë shqipe në krajinë e Tomorricës, kjo ndodhet ndërmjet Beratit. Po, ndërmjet lumit Tomorricës dhe Tomorrit, malit Tomorrit. Dhe janë përpjekur që të bëjnë më të mirën për Adeon e tyre. Praktikisht, ky njeri është nënshkrues i memorandumit Sinjës, që u bë mbas memorandumit Greçës, ka marrë pjesë në Kongresin e Durrësit, ka qenë në Vlorë, ka mbrojtur qeverinë shqiptare atë të Ismail Qemalit në atë kohë, me pushk, edhe në Kongresin e Lushnjës, në të gjitha ngjarjet. Por, duhet thënë, kontributi i familjes Zaloshnja nuk është kontributi më i madh i gjitha familjeve. Të gjitha familjet shqiptare, po përpiqem që të jem realist, të gjitha familjet e mëdha shqiptare janë përpjekur që në mënyrë ose një tjetër të bëjnë ato që duhet të bëjnë për kombin e tyre. Dhe këtu familja e cila duhet vlerësuar, duhet ngritur në pjedestal është familja Frashëri. Okej. Me ato 3 vëllezrit e mëdhenj, me të 3 ata, me një që është shtetformues, me Samiun që filozofikisht përshkroi ose e kishte në mendjen e tij, kishte atë që quajmë tunnel vision, okay? Shikonte larg se si do ishte Shqipëria, si do bëhe, dhe patjetër Naim Bey Frashëri, Pilbili i gjuhës shqipe. Por pothuajse çdo krajinë shqiptare kishte familjet e saj. Për shembull, nuk duhet mohuar kur roli i familjes Biçakçiu në Elbasan. Kjo familje shpalli pavarësinë në Elbasan. Nuk duhet mohuar roli i familjes Toptani në Tiranë. Patjetër, kjo familje ka vendin e vet. Megjithëse që mund thuhet gjëra kontroversa aty këtu, po familja ka kontributin e vet. Nuk duhet mohuar kontributi i familjes Vlora. Ismail Qemali ishte pjesë e familjes Vlora. I familjes Vrioni, i familjes Libohova, i familjeve të tjera në gjithë territorin shqiptar, i familjeve në Malsi, i familjeve në Kosovë, i familjeve në Çamri. Kështu që të gjitha këto familje, të cilët besoj të diku kam dëgjuar që ishin rreth 800 familje shqiptare të cilët formuan bërthamën, esencën e krijimit të kombit shqiptar, u përpoqën që më të mirën e tyre të bënin të arrinin atë e cila do ishte hapi përfundimtar i shpalljes pavarësisë. Tani shumë të familje në mënyrën e tjetër, pinjollët e tyre për një farë kohë mund të kishin shërbyer edhe në administratën turke, okay? Siç ishte Ismail Qemali, siç ishte Abdyl Frashi për shembull, për një farë kohë. Mund të themi Pazhovasa, ishte guvernator në Liban. Kështu që të gjitha së bashku, edhe me shqiptarët e tillë vullnet mirë, se tani ne jetojmë në konceptin e njeriut individ, në kuptimin e kësaj që nuk duhet kapemi mbas bishtit familjes në mënyrë ose tjetër. Okay? Ajo ka shumë rëndësi, sepse të formon dhe të edukon që ti ta duash kombin cilin i përket, aty merren bazat e asaj se ti kush je dhe mënyrën se si ti e shikon botën. Por, nga ana tjetër, të gjithë njerëzit, domethënë, në një farë mënyrë nuk duhet krijoj këtu konceptin feudal, që ishin këto familje dhe të tjerat nuk ishin, okay? S'bëhet fjalë për feudalizëm fare. Jo, ishte, por duhet veçuar roli. Duhet veçuar roli.